Në mbledhjen e radhës të muajit shtator, Këshilli i Bashkisë votoi në unanimitet që ambasadorja e Greqisë në vendin tonë të shpallet qytetare ndërri e Dropullit dhe Pogonit, pas propozimit të kryetarit zotit Dimitrak Toli. Ceremonia e akordimit të titullit u zhvillua në ambientet e bashkisë me pjesëmarrjen e disa anëtarëve të Këshillit drejtuesve vendor. Ceremoniali filloi me mikpritjen tradicionale dropullite. Ndjem për detyrë që t'i bënim këtë nder ambasadores Greqisë në Shqipëri, sepse ajo zonja është të sjellë shumë mirë me bashkinë tonë, na ka ndihmuar në shumë probleme që duheshe t'i zgjidhnim, ka qenë gjithmonë në pranë nesh, si në mënyrë drejt për drejt, po ashtu edhe nga larg. Gjatë përshëndetjes së tij, kryetari Dimitrak Toli falenderoi zonjën ambasadore për kontributin e saj në zgjidhjen e disa problemeve imediate me të cilat u përballën banorët e Dropullit dhe Pogonit. Ndërsa zonja ambasadore përshëndeti emocionuar, pasi e ka ndjerë respektin dhe dashurinë e njerëzve të thjeshtë në Dropull dhe Pogon. Θέλω να μιλήσω από καρδιάς. Sot dua të flas me fjalë zemre, pa letër të shkruar. Gjatë qëndrimit 3 vjeçar në Shqipëri, Dropull ishte bashkia që kam vizituar më shpesh. Jam munduar të jem pranë banorëve dhe besoj se kam kontribuar në zgjidhjen e disa problemeve, pasi kam pasur një bashkëpunim të frytshëm me drejtuesit vendor. Misioni im filloi me vizitën e kryeministrit grek, zotit Kyriakos Mitsotakis në zonën e minoritetit etnik grek dhe përfundoi me atë të zëvendësministrit i jashtëm, zotit Haris Theoharis në Sopik të Pogonit malor. Tashmë jam njëra prej jush dhe largohem me përshtypjet më të mira. Kam shumë konsiderata për gjithë popullin shqiptar, pasi vlerësoj shumë vullnetin që e karakterizon. Misioni diplomatik i zonjës Kamici në vendin tonë përfundon në fund të muajit të ardhshëm, ndërsa stacioni i radhës është ambasadore fuqiplot e Republikës së Greqisë në Portugali.